Edhe pse mbetërinat dhe inertet u sheshuan vetëm pak ditë më parë me fadroma në zonën përtej varrezave të dëshmorëve, në rrethinat e kodrave të bardheve, hedhja e tyre dhe krijimi i stoqeve janë rikthyer sërish. Brenda 2 javësh gjendja është përkeqësuar pothuajse njësoj si më parë, me mbetërina dhe inerte të shpërndara kudo përgjatë segmentit që ndan brigjet e Lumit Kir nga banesat. Banorët theksojnë se e kanë ngritur vazhdimisht shqetësimin pranë pushtetit vendor, por në terren nuk ka patur asnjë ndryshim. Ta e hedhin gjatë mas ditës, ma shumë, po bëllë kena fol, i kanë myllë, që e kanë rruga male, e kanë ba këtë vogël, bastar këtë. Unë jam banori të unë vetë, kena fol, kena shkuat e bashkia, jena në ku, këtë, si mas me ka një këti venit hishë. Për qytetit i binë. Ka pasur ose si ka shkakullë edhe në sëp truks. I kena morë, i kena largu edhe me lopata vetë. Po, barabar. Me folë këtë. Po ta shrisholla me ju televizor, në është sa do pak me anë e fadrom me morë bashkia në e fadrom një sahat me i largu këta pëstheshe po. Banorët shprehen se kanë dëgjuar për vendosjen e një kamere monitorimi për këtë zonë mjedisore, por deri më sot nuk ka asnjë informacion nëse ajo funksionon apo jo. E kanë nu tash voni, mos u ka bosha një kështu, që i thonë kamerë, aty në septurs, nështë për një atë punë kanë nu, nuk e di, nuk jam i sigurt, E inshallah, për një atë punë kanë nu, tash kamera e kap këtë territor e kap kamera. Nuk e di. Inshallah ban zoti mirë. Sot herë as katastrofë. 2025 mos isi me kon 97. Brigjet nga ura Kirit, rreth kodrave të bardheve e deri tek ish-repartet ushtarake që kufizohen me bleranin, shtrihen në një sipërfaqe prej rreth 20 hektarësh tokë. Specialistët e pyjeve në Shkodër kanë sugjeruar disa herë që kjo hapësirë të sistemohet dhe të plotësohet me fidan, duke krijuar një masiv të gjelbër fare pranë qytetit të Shkodrës. Për këtë zonë bashkia kishte paralajmëruar një projekt që në vitin 2013, por edhe sot ai mbetet vetëm në fazën e paralajmërimit, ndërkohë që e gjithë kjo sipërfaqe vazhdon të jetë e pushtuar nga inertet.